Presidenti Amerikan Donald Trump ka miratuar planet për një sulm të mundshëm ushtarak ndaj Iranit, por ende nuk është dhënë urdhri përfundimtar për zbatimin e tyre, sipas burimeve për Wall Street Journal. Në një takim të zhvilluar në dhomën e situatave të shtëpisë së bardhë, Trump ka diskutuar me generalet më të lartë mbi përgjigjen ndaj sulmeve raketore iraniane, përfshirë goditje në një spitali në Izrael. Sipas raportimeve, një nga opsionet më serioze që po shqyrtohen është përdorimi i avionëve bombardues të padukshëm B-2 për të lëshuar bomba të fuqishme mbi objektivat bërthamore më të mbrojtura të Iranit si impianti në Fordo. Këto bomba janë të projektuara për të deportuar në bunker të thellë dhe të mbrojtur. Administrata amerikane po vlerëson disa skenar të mundshëm, ndërsa një zyrtar i pa identifikuar ka përdoditur se planet ushtarake janë përgatitur dhe po monitorohen nga afër. Trump ndërkohë po pret që të shohë nëse Irani do të rriqet nga programi bërthamor përpara se të vendosë përfundimisht me ndërhyrjen ushtarake. Mund ta bëjë dhe mund të mos e bëjë, ka deklaruar ai. Në të njëjtën kohë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu paralajmëroi se Irani do të përballet me pasoja serioze pas goditjes së objektivave civile në Izrael. Këto zhvillime po rrisin shqetësime për një përshkallëzim të konfliktit në lindjen e mesme, duke rrezikuar stabilitetin rajonal edhe më gjerë.